Të nderuar të pranishëm, pas meshës shëjtje dhe lutjeve të salikimit, tani vazhdojmë me disa fjalime, jam të mirë se përshëndetse për jetën dhe me kërëmtarin e vëndërimendit tonë të dashur. Fillimisht e thrasim Monsinjor Rok Gjolleshaj, arqipeshën e Tivarit, ku do kërmendi ynë shërbeu për 10 vjetë si veshtar në arqipeshërin e tij. Onorë Monsinjor. Të dashur vëllezër në episkopat, të dashur meshtarë, të rregulltarë, motra të nderit, të dashura familje e Don Kelmendit, familjarët, vëllezërit, motrat, nipat, besimtarë të dashur, edhe ju gjithë popull që jeni këtu të pranishëm, autoritetet civile, kryetare e parlamentit dhe gjithë ju që e keni dashur Don Kelmendin e që ju ka dashur. Isha me definu një gjanë në lidhe me dashurin. Don Kelmendit e që i ka dashur, vetëm dhe të vetën s'ka dit me dashur. Për te, gjithë ju që ju ka dashur. Vdekja nuk është humbje, por qasti i shenjt, ku shpirti njeriut kalon nga errësira e kësaj bote në dritën e pashuar dhe kalon në mëshirën përfundimtare të hyjnë. Vetëm kur njeriut takon hyjnë, ai e kupton plotësisht jetën e tij. Vetëm në këtë takim zbulohet kuptimi i vërtetë i ekzistencës. Sot jemi bashkuar me dhimbje në zemër, por njëkohësisht të ndriçuar nga shpresa e madhe e krishterë, për ta përcjellë në banesën e mshuar vllahun ton, meshtarin Don Kelmend Sfaqin. Kalimi i tij nga kjo jetë ndodhi në një ditë të jetë domethënëse. Pikërisht ndodhi në të njëjtën e madhe, në festën e themelimit të meshtarisë. Ky përkim nuk mund të lexohet si një rasti e thjesht kalendarike, por si një dritë që na ndihmon të kuptojmë më thellë jetën e tij në horizontin e planit të hyjë. Pikërisht në ditën kur kisha përkujton momentin në të cilën Krishti u besoi apostëve dhuratën e Eukaristisë dhe themeloi meshtarin, Zoti thirrri pranë vetës një meshtar që jetën e tij ja kishte kushtuar këtij misteri. Ai jetoi si meshtar dhe jetën e tij e dorëzoi si meshtar. Të dashur vëllezër dhe motra, jeta e Don Kelmendit ishte një shërbim i gjatë, i qëndrueshëm dhe besnik ndaj Zotit dhe ndaj popullit. 28 vite ai shërbeu pikërisht këtu në Kosovë, në kohë të ndryshme, si në periudha qetësie, ashtu edhe në kohë të mbushura me sprova. Gjithmonë pranë njerëzve që kishin nevojë për praninë e tij, për praninë e një variu të mirë në këtë shërbim, një vend të veçantë zë koha e luftës në Kosovë, veçanërisht në famullinë e Goxhanit. Në ato vitet e errta dhe të pasigurta për shumë familje, angazhimi i tij ushqua për intensitet dhe besnikrinë e tij. I mbështetur në besim në Zotin dhe i udhëhequr nga zemra variu të mirë, ai nuk u tërhoq dhe nuk e braktisi popullin e vet. Përkundrazi, qëndroi pranë njerëzve në momente më të vështira, i strehoi pa dallim të gjithë si vëllezër, duke u bërë për ta shenjë shprese dhe dëshmi e dashurisë së tij. Ai pranonte familjet e dëbuara,
ngushëllonte ata që kishin humbur më të dashurit e vet, ndihmonte të varfrit dhe mbante gjallë besimin në zemrat e njerëzve. Edhe në rrethana të rrezikshme, ai vazhdoi të shërbente me guxim dhe përkushtim, si një pari besnik që nuk e lë grigjen e vet në kokën e stuhive. Në vitet e fundit të jetës së tij, ai shërbeu në argjepeshvinë e Tivarit, duke u bërë pjesë e gjallë e kësaj bashkie kishtare. Ai erdhi si shërbestar dhe u bë aty vëlla, mik dhe bashkëpunëtor. Edhe këtu, jeta e tij mbart një shenjë të veçantë simbolike. Ai erdhi për të shërbyer në festën e Krishtlindjes. Në ditën kur kisha kremton ardhen e Zotit në botë, ai e filloi shërbimin e tij mes nesh në një kohë të shënuar nga drita, shpresa dhe jeta. Dhe sot, pasi e ka përfunduar shpektimin e tij toksor, ne e përcjellim drejt amshimit pikërisht në festën e Pashkve, festën më të madhe të krishterëve, festën e ringjalljes dhe të fitores e jetës mbi vdekjen. Krishtlindja dhe Pashkët përbëjnë dy shtylla themelore të fesë sonë. Njëra shpall ardhin e Zotit mes nesh, ndërsa tjetra shpall kthimin e njeriut të Zotit. E pra, brenda këtij horizonti qëndron edhe shërbimi i Vën Kelmendit në Kishë. Ai erdhi mes nesh në dritën e Krishtlindjes dhe sot kthehet te Zoti në dritën e Pashkve. Të dashur gjithë pranishëm. Një nga tiparet më të dallueshme të jetës dhe shërbimit të tij ishte thellësia e lutjes dhe përkushtimi i tij ndaj njerëzve. Njeriu nuk është një rasti e destinuar të zhduket. Ai është menduar, dashur dhe thirrur me emër nga Hyj. Prandaj vdekja nuk është rrëzim në zbrasti, por hyrje në duart e tija, ku dashuria është më e fortë se vdekja. Në këtë siguri mbështetet edhe shpresa jonë sot se jeta e Vën Kelmendit nuk humbet në heshtin e tokës, por ruhet në përmbushet në kujtesën e gjallë të Hyj, aty ku asgjë nga ajo që është jetuar në dashuri nuk humbet kurrë. Ai ishte njeri i lutjes në heshtje, por ishte edhe njeri i shërbimit në heshtje. E dashura familje, vëllezër motra, një bambesa, kisha ju shpreh mirënjohjen e saj të thellë për dhuratën që ja keni bërë kishës dhe popullit të Zotit. Ju keni dhënë një bjerg vëlla që u bë mështar për t'i shërbyer Zotit duke i shërbyer njerëzve. Dhimbja juaj sot është e madhe, por pa aq e madhe është edhe mirënjohja e kishës, sepse jeta e tij ishte dëshmi e gjallë, një jetë e dhënë për Zotin dhe për njerëz. Ndërsa jemi mbledhur në këtë kishë të dashur të Shën Nikollit në Velesh, zemrat tona janë të mbushura me dhimbje dhe njëkohësisht me falënderim. Ky udhtim i fundit mbart një domethënie të thellë. Ai kthehet aty ku filloi jetën e tij. Pikërisht në këtë kishë. Këtu e ka filluar jetën e vet. Që nga lindja e Bagzimit deri në shugorimin në Shtarak, aty ku hodhi rrajnë të besimit, aty ku lindi thirrja e tij në Shtarake, nga Elderi ku kremtonte Eukaristin dhe nga populli që e deshi dhe e vlerësoi, pra ne sot me lutje e përcjellim drejt qiellit.
të dashur vëllezër dhe motra, gjithë pranishëm. Në Ungjilli Jezusi thot, unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson në mua, edhe nëse vdes do të jetoj. Kjo është shpresa jonë sot. Është drita që ndriçon në mes dhimbjes tonë. Është feja që e mbajti gjallë Don Kilmendin, gjatë gjithë jetës e tij në shtarake. Tani, pasi ka përfunduar shtektimin e tij toksor, ne lutemi që Zoti në mëshirën e tij ta pranoj dhe t'i drejtoj fjalë që çdo meshtar kishte pas dëshirë t'i dëgjoj. Shërtor i mirë dhe besnik, hyr në gëzimet e Zotërisë tënde. I dashur i Don Kilmend. Në këtë çast ndarje, dëshirojmë të shprekim një falënderim të veçantë në emër të gjithë meshtarëve, rregullarëve të Argjitërisë së Varit, por edhe të gjithë bijave të kësaj familje. Të cilët i ke dashur shumë, e të cilët kanë dashur shumë, edhe të kanë ndërsuar. Ishe me ta i lidhur dhe me gjithë neve si një vëlla, si bashkëpunëtor, dhe i bërë dëshmi besimit. Pra falenderojmë. Falenderojmë për besnikërinë tënde dhe për dashurinë tënde ndaj kishës, por edhe ndaj popullit. Si njerëz të ebrisht në toksin tonë, sot në përvojtëri, dëshirojmë të themi edhe këtë. Nëse ndonjëherë me fjalë apo me vepra të kemi lënduar, kërkojmë falje. E të mbetet ndërmjet në shfaqja e Krishtit dhe fjala që na e mësoi. Ti edhe erdhe mes nesh në festën e Krishtlindjes, ti e përfundove shërbimin tënd në festën e Pashkve. Ti e vërzove jetën tënde në dorë të Atit që të thirrin. Ti që për vite me radhë i përcjellët të tjerë drejt Zotit, sot për përcjellin ty, pikërisht në përqafimin e Atit. Faleminderit Don Kilmend për shërbimin tënd. Faleminderit për besimin tënd. Faleminderit për dashurinë tënde. Nga zemra faleminderit. Përfundoj me dy thanje, një nga Shkrimi i Shenjtë edhe një nga një thanje e urtë. E para nga Shkrimi i Shenjtë. Krishti i porositi apostujt, çfarë do që keni bërë në jetë, më po më thoni, jemi shërtor të papleshëm. Bëjmë atë që e patëm për detyrën e të. Edhe e dyta, duhet ju kërkoj falje dhe juve për këtë ligështimin tash që shpreka, sepse një thënie e urtë thot, vështirë është vështirë, lotët e ndarjes ti fshehish, me zemrën me qartë me nejtë i busqesh. Po shoft i pace. Faleminderit, Monsignor.